Tym i zi e brohoritje kundër vizitës së kryetarës së Gjykatës Speciale në Hag, Ekaterina Trëndafilova. Kështu kundërshtua konferenca parapartë mbahej sot në një nga hotelet e Prishtinës. Krejt që ka ndodhi gjatë vizitës së kryetarës së speciales e kemi përmbledhur në pak minuta. Ditë më parë, dhomat e specializuara të Kosovës njoftuan se kryetaria speciales do të mbajë një takim me gazetarët në Prishtinë. I menjëhershëm ishte kundërshtimi i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, duke cilësuar këtë vizitë si provokuese. Takimi i Trëndafilovës me gazetar ishte parapartë të mbahej pa kamera. Pak para kohës, kur ishte parapartë fillimi i konferencës, veteranët dhe disa aktivistë të Partisë Social-Demokrate u mblodhën para hyrjes së hotelit. Qasje shpërfillëse dhe e njanshme e zonjës Trëndafilova. Paraqitjet e saj publike kanë treguar mungesë respekti për realitetin e luftës çlirimtare dhe për vuajtjet e popullatës shqiptare. Shpesh ka shpërfillur zërat e viktimave, veteranëve dhe qytetarëve të Kosovës. Pas adresimit para medjave u hodh Tymizi dhe filluan brohoritjet. Pjesëtarë të policisë së Kosovës vendosën kordonin në derën hyrëse të hotelit. Trëndafilova nuk është e mirë për qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Ne kemi problem me prokurorisë, kemi problem me gjykatë. Ne kemi pikërisht problem me prokuroria e cila punon me dosjet të Serbisë dhe me dosjet të shqiptarëve, të cilët kanë bashkëpunuar me Serbinë. Më pas, zëdhënësia e dhomave të specializuara njoftoi se konferenca është anuluar, pa dhënë detaje. I can confirm that today's event has been cancelled for reasons of or in the interest of public safety and based on advice by Kosovo police. That is all I can tell you for now.